Vërtet, Vitinja ka një specifik ndryshe prej komunave të rajonit sektorit lindjes, edhe prej Gjilonit, edhe prej Ferizojit, ka një histori tjetër, një histori të dhëmshme, muj me thonë, për shkak se ka qenë vërtet komune pa zhvillume, po gjithaj mbizatrume pe atyre që në kanë sëndu një këtë gjatë si qytet. Rrathina ka qenë me fshotra plët, me komunitet shqiptor, shumic, 95% gjithmonë kemi qenë, po gjithmonë në qendrën e ka sëndu dikush tjetër, edhe sistemi qëndrur, kur nuk zhvilluhet, sistemi periferik, s'ko se si mu zhvillu. Kontrolën në 22 fshotra e kam bojnë në 4 punkte, që i themi ne me një fi që kanë kontrolu, atje në Binç, në Gryk Letnicës, dikun në Vërbërës, apo në Klokët, apo në Gërmuë, në pjesën e Gërlicës. I kanë kontrolu 4 orbita, 20 fshotra, thjesht me një patrull që i themi ne policore, edhe ato dëshkuse, okupature, cila ka qenë vërtet e papranueshme për popullatën e Vitinjës. Vitinja kur se ka pranu këtë aspekt, por kur se ka pranu edhe me qenë këfiz, komune ma pa zhvillume ka qenë një Jugosllavi, edhe në Kosovë, gjithashtu. Kuiz ka qenë, a? Edhe në Kuiz ka qenë. 15 piki ka posë kushe që lënë Kosovë, komune ma pa zhvillume. Dhe për mua si njëri që i më rritë aty, mes aty në qytetorëve të mirë fisneke punëturë, vërtet kontribut dhanë shumë, edhe kontorëve sa, po edhe punëturë shumë, gurbelgjit të mirë, gjithashtu njerëz vërtet me kontributet lorë, për shumë ata që e din historinë e Vitinjës, e din se Vitinja është me traditë kulturë historike, i ka shkollat e pora Shqipe, e ka emrin e nënës Teres Brandt, vërtet që ka fillu misionin ato që gjithë buta e qunën, po edhe njerëz të tjerë vërtet kontribut dhans, gjithë ndaj në përmërgot, me të arritura shumë, njerëz personalitete intelektual, plejot, po e cila s'ka mujtë më zhvillu. Por ajo që ka qenë e papranueshme për mua ka qenë, por shkak se pas luftës ju kun kthy krejtësisht jetës profesionale. Ata që e din historinë time, e din që unë prej fillimit studimit vitit por, ku kam qenë i burgosën, masanej në pajtime, masanej në referendum, masanej në aktivitetet e tjera, në organizimin e gjithë mbashëm, gjithë populota fatikisht është organizu, kundër atij apartheidi që kemi përjetu, por edhe në zgjedhjet nacionale parlamentare gjithmonë kam qenë aktiv, në bojtën e arsimit gjallë, në bojtën e sportit gjallë, ligës atëherë të futbollit që kemi bojt vërtet në çdo vinte livër gjithë Kosova e kam bojt sportin. Atëherë unë kam qenë njëri prej ose shkollë kur kemi nresh në 95-ën, 96-ën, edhe amerikanët kanë një mund gjeneta është dëshmitore, sot është masanej me emergjencën në 98-ën, kur ne një pjesë mëdhe popullatës zhvendosur nga Drenica, bashkë me Villan Bokerin, Hans Piterin, misionin verifikuesi Bartëm në rajonin tonë, vërtet, deri në bombardim me kolone, fatikisht që më kalu në tonë kufinit, 4 herë më kalu kufinit gjatë bombardimit, dhe ka qenë një periudhë e rëndë. Por pas luftës, si mungesë edhe nevojë, si dëshirë edhe si ambicie që kisha pjesën profesionale, krejtësisht që këmë pas kthy pjesës profesionale. Drejtoritë bujqësisë në sektor, masanej në departament, morë në ministri, kemi dhënë një kontribut të madh sa i përket rivitalizimit të agrokompleksit Kosovës, sa Ministritë Bujqësisë, kemi ndërtuar antin e verat vrejshtave, kemi rivitalizuar katosën e vrejshtave, kemi bërë fidanisht implantacionin në Kosovë e gjitha. Pe asaj kohë kur e poshtë që Vitinja nuk po zhvillohet, mbet në vend, stagnoj, qyteti nuk u zhvillu si njësi rrethonave historisë Vitinjës, si gjeografisë, unë e vendosëm më këthy. Disa prej arsyeve, motiveve që si mas letë kanë shty me u këthy në viti edhe me udhëheqat qytetës. Po, plotësisht aja ka qenë arsye. Aja ke dalë? Edhe tash unë e fillova mandatin e parë. Mandatin e parë kishme vështirë për shkak se 1,5 milion kishme vetëm investimin kapitale. Në 2013 ka qenë dorë në zemër 2 milion 100, por pas rritjes pogave deri në vendimin që puni ish kryeministri atëhershëm, vetëm 1,5 milion kemi pas 1,5 investimin kapitale. Çka më bën me 1,5 me 40 fshotra, me qytetin e pa zhvilluar, devastuar tërësisht, me magjistralit e shkatëruar, me lumin që vërshej ke Morovën gjithandej. Me problematika të tjera, shkolla po ndërtu, ende mungesë të mëdha të shkollave, kena pas një pjesë, nuk kemi pas as tualetën për shkolla, e të tjera, mungesa gjithandej. Shtëpia kulturës ka qenë gërmuar mes qytetit, kemi qenë pa shesh, kemi qenë pa park qytetit,
Edhe unë fillova do të me punu me investimet jashtme, po është nevojshme partneritetin me kriju, edhe natyrisht me Bashkimin Evropian e ndërtum, rivitalizum shtëpinë e kulturës, me grondet e performancës fillum një pjesë sheshit, me Beautiful Kosovën fillova porkën e qytetit, fillova me grondet e tjera, fillova me dëmuesin Zviceran, fillova me grondet e Fondacionit Luksemburgut, fillova me mësisin me njerë 2015 komuna por në projektet e Millenniumit New York, kur bënën vendimet botnore, atje i morëm projektet e eficiences në energji, masa ne fillova me inkuadru në strategjinë 2030 vendimet botnore, do të thotë që për Evropën një glindore ishmi komuna 3 që u futëm atë në bën. Ishte organizimi ku ne i lidhëm partneritete, ka Ministria Federale Gjermane me Kirchhoinen, që atëherë kemi projekte edhe tasha 2027-2030, vele projekte të avancume për zbërthimin e materieve organike, të jenë biomosë, biogaz, që vërtet vendet e Evropiane ka nesën këtë drejtim amerikane, fillum partneritetet me misionin e Michiganit, përgatita me Veverlin e Juvës, përgatitëm partneritetet me 11 komuna Zvicrës, me komunat gajore në Saint-Gelais në Zhenevës franceze, me Kaffenbergin në Austrijës, me Grocin gjithashtu, fillum një bashkëpunim të shkëlqyshëm, me komunat sidomos gjermane, me Düsseldorfin ku kum përfitu vërtet projekte edhe në emergjent, sidomos për shkak se mbrojtjen e kontrollin e kishme vërtet devastuar, pastaj me Frankfurtin gjithashtu kemi marrë pjesë. Pas kësaj liste që po jap të bashkëpunimeve, të investimeve, të bashkëfinancimeve, po del që më shumë kanë kontribu të jashtëmit në viti se sa qeveria e Kosovës? Po, shumë më shumë, mujmë me thonë 90% më shumë.